Ohot, shumica shqiptarëve 90% thot i tradhtojmë, thot mos i thuj munda. Sikur e gjithë dynjaja të tradhtojnë, tradhtia është cilësi e keqe. Tradhtia nuk është burrni, sikur gjithë dynjaja. Nëse tradhtojnë pra një pjesë e madhe, mos do të thush që është diçka e bukur, jo. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, wala taqrabu zina, mos ju afroni moralitetit. Larg është vepër e turpshme. Dhe njeriu nuk duhet ti dorëzohet pra epshit, dëshirës së tij. Përderisa Zoti i gjithësisë thot mos ju afroni moralitetit. Shkatron veten, shkatron familjen, shkatron shoqërinë. Besimtari, thot profeti alayhis salam, xhelozon. Allahu i lartësuar xhelozon. E xhelozia e të madhit Zot është që besimtari, robi i tij pra, e xhelozia e të madhit Zot është që robi i tij të veprojnë ato gjëra që i ka ndaluar Zoti. Immoraliteti është prej mëkateve të mëdha. Immoralet i pret dënim i kopshëm ditën e gjykimit. Nuk shtyhet jeta me një tradhtar. Nuk shtyhet jeta me një tradhtare. Pra nëse e fakton që ka tradhtu, ti je ajo që vendos. Pra nëse shikon që pendohet, ndryshon, është çështje tjetër. Ti konsultohesh me njerëzit që ta duan të mirë, edhe nëse e shef të arsyeshme, e fal. Çështja jote. Nëse e shikon që me ndahesh me tradhtarin, pra nuk shtyhet jeta. Qa shembulli do t'jap ai për fëmijët? Qa shembulli do t'jap ajo për fëmijët e saj? Prandaj, sikur e gjithë dynjaja të thotë që aq se tradhtojnë, pra me botë si diçka normale, jo nuk është normale. S'është normale apo? Është haram, është vepër e shumtuar, dhe ne duhet që t'i edukojmë të rinjt tanë që t'i përkushtohen familjes. Lidhja martesore nuk është lojë. S'është lojë. Nuk e do, nuk e shtyn dot jetën me të, ndahu. Ama me tradhtu jo. Me shkatru familjen jo. Nuk e shtyn dot jetën, ndahu. Rregull, vazhdo jetën. Kërko tjetër, puna jote. Ndërsa me tradhtu këtë nuk ka mendje të shëndosh që e pranon. Zoti ju rujt.